Zëvendës kryeministrja dhe ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla, në fjalën e saj para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në New York, ka kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që t'i trajtojë seriozisht veprimet destabilizuese të Serbisë kundër Republikës së Kosovës dhe njëkohësisht të ndalojë logjikën e mëimit e relativizimit të krimeve të rënda që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkan. Duke folur lidhur me sulmin e armatosur të 24 shtatori 2023 në Banjsk, ku humbi jetën policia Afrin Bunjaku, ministrja Gërvalla deklaroi se ky nuk ishte thjesht një incident i izoluar, por një akt i planifikuar agresioni me bazë në Serbi dhe i kryer nga grupe paramilitare të udhëhequra nga terroristi Milan Radojčić, një person i lidhur ngushtë me elitën politike serbe. Ta quash të një incident serioz sigurie, siç e përshkruan raporti i UNMIK-ut, është tërmbërimi i hapur i realitetit. Ky ishte një akt i pastër agresioni sponsorizuar, armatosur dhe mbështetur nga Serbia. Ishte terrorizëm shtetëror, ishte një akt lufte, u shpreh ndër të tjera ministrja Gërvalla. Ministrja Gërvalla vuri theksin dhe mbi sulmin e 29 nëntorit 2024 ndaj kanalit Iber Lepens, një sulm ky që kishte për objektiv infrastrukturën kritike civile dhe që rrezikoi jetën e mijëra qytetarëve. Ministrja Gërvalla deklaroi se Serbia ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime përkundër deklarimeve të saj publike. Gjithashtu ministrja ka kritikuar raportimin e UNMIK-ut, duke cilësuar të njëjtë si të njëanshëm dhe në përputhje me realitetin në terren.